Shqipëria, vendi me taksat më të ulta në Europë, është programi ynë. Miq, Shqipëria madhështore është Shqipëria e ëndrrës, trivetan, e cila nuk mund tjetë tjetër veç se ëndër digitale, ëndër high-techut. Na edhe ne zotohemi, ta shtrojmë Shqipërinë në vendin e internetit 3, inteligencë artificiale, në vendin e data qendrave, e blockchainve dhe kriptomonedave. Ne do vendosim Shqipërinë në trenin e teknologjisë lartë, në mënyrë që vendi të ecë i sigurt drejt ardhmes. Shqipëria superfuqi energjetike në rajon. Ju garantoj se rezervat e jashtëzakonshme që ka të diellit, erës dhe ujit, të gjitha do shtrohen pasuritë tuaja publike. Energjia do ulet fillimisht në 7 lekë për konsumatorët dhe pas instalimit paneleve fotovoltaike. Pas 3 vitesh ajo do jetë falas për çdo qytetar. Miqtë e mi, kjo garë, pra nuk është garë, thjesht për pushtet, e aq më pak për pushtetin Sali Berishës. Jo, kjo garë është një mision i madh, një mision të cilën e shprehu shumë bukur Mikesha jon, një mision për të shpëtuar Shqipërinë, një mision për të çliruar Shqipërinë. Ndaj dhe le të bashkohemi ne me 11 maj për të nda përfundimisht nga vjedhje e madhe që u bëhet shqiptarëve nga këta qeveritarë, për të rikthyer parat dhe pasuritë publike qytetarëve shqiptarë, për të zëvendësuar shtetin mafioz, shtetin narkoshtetin me shtetin ligjor, për të respektuar liritë dhe drejtat njerëzore,